Pas 10 ditësh në terapi intensive në reanimacionin e pediatrisë në QSUT, 7 vjeçaria që dyshohet se është helmuar aksidentalisht në banesë ka kaluar rrezikun për jetën. 7 vjeçaria ndodhet në gjendje më të mirë shëndetësore pas trajtimeve dhe kujdesit intensiv, ndërsa mësohet se ka lënë spitalin duke u kthyer në shtëpi. Ditë më parë, vajza humbi vëllain e saj 3 vjeçar, i cili nuk mundi t'i mbijetonte intoksikacionit të fortë, megjithë ndërhyrjen e bluzave të bardha. 7 vjeçare sapo është bërë me një motor, disa ditë pas tragjedisë, nëna e saj ka sjellë në jetë fëmijën e tretë, e cila është vajzë. Ndërkohë, prokuroria e Shkodrës ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të vdekjes së 3 vjeçarit. Edhe pse kanë kaluar afro 2 javë nga ngjarja e rëndë, ende nuk janë bërë publike rezultatet e analizave toksikologjike për të përcaktuar shkakun e plotë që solli ngjarjen e rëndë. Përveç marrjes në pyetje të familjarëve, oficerët e policisë kanë sekuestruar kartelen mjekësore, kanë marrë në pyetje mjekësi dhe janë sekuestruar provat të tjera në banesën e familjes në fshatin Mjet.